Dy viktima dhe një i plagosur ishte bilanci i aksidentit në rrethrotullimin e Tegut, ku një kamion pom betoni u përplas me një vetur dhe më pas përfundoi në nivelin e poshtëm të aksit Tiranë-Elbasan. Të dy persona që humbën jetën udhëtonin në mjetin e tonazhit të rënd, i cili, siç tregojnë këto pamje, u shkatërrua thuajse plotësisht pasi ra nga lartësia dhe u përplas me rrugën. Për të nxjerrë trupat e bllokuara brenda, u kërkua ndërhyrja e forcave zjarfikse me mjete të specializuara në një operacion të vështirë që zgjati për disa minuta. Viktimat e aksidentit tragjik, sipas të dhënave, janë shtetas egjiptian të punësuar në një kompani ndërtimi në vendin tonë. Drejtuesi 28 vjeçari Foristradës ka shpëtuar për mrekulli, pasi sipas policisë ka marrë dëmtime pa rrezik për jetën. Sipas dinamikës fillestare të ngjarjes, kamioni po lëvizte në unazën lindore nga Farka në drejtim të rrethrotullimit të Tegut. Në momentin që është afruar tek rrethrottullimi, ku duhet të ndalonte për t'u dhënë përparësi mjeteve të tjera, nuk ka ndaluar. Më pas është përplasur me një automjet tip Volkswagen, të cilin e ka marrë përpara për 10 metra, duke shndërruar në një grumbull hekurash. Betonjerja më pas ka çarë barierat metalike mbrojtëse të rrethrotullimit dhe ka rënë në nivelin e poshtëm të aksit rrugor tek Elbasan në drejtim të Elbasanit. Ekspertët e policisë rrugore kryen veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të dinamikës dhe shkaqeve të aksidentit tragjik.